Okej, Gjuli, diko, sheshi ka shumë gjëra interesante, ku ti duke ecur takon njerëz të cilët nuk janë këtu rastësisht, apo nuk janë njerëz që vinë nga hiçi, janë njerëz që kanë kontribuar edhe vite të tëra për të bërë që Shqipëria të jetë ajo që duhet të jetë. Gjuli është një nga ato që ne rastësisht të takuam në shesh, edhe Gjuli na trego pak shumë shkurt nga vjen, çfarë profesioni ke dhe kush është misioni yt në shesh? Kam linë në Shqipëri, 5 vjeçe kam emigruar me familjen në Itali, edhe qysh 16 vjeçe jam në aktiviste në Itali dhe në Europë. Jam bërë shumë me kolektive të ndryshme në Europë, sidomos në Itali, për të drejtat migranteve, të drejtat popullave autoktone, edhe pro Palestinës. Kemi gati 4 vjet që më ftojnë për evente për të flasë për Shqipërinë, sepse është shumë e rëndësishme që Shqipëria të hyjë në kolektive të ndryshme dhe përfaqësoj Shqipërinë, sepse ato kolektive mendojnë që duhet të bashkëpunojmë popullet të ndryshme edhe shtete ndryshme, sepse është vetëm një mënyrë që mund t'ja dalim edhe ndaj oligarkeve në korrupsioni dhe investime strategjike si thret Edi Rama, që në fakt janë neokolonializëm, sepse kur nuk është përfaqësuar populli në këtë zgjedhje ose në këtë kontributet, janë kompletësisht neokolonializëm. Kur nuk përfiton populli nga këto projekte, në fakt edhe përfitojnë vetëm lobimet edhe oligarkët, prapë se prapë kontribuan në pushtimin e popullit, në s'di si të thamë, në më vjen. Në përfitimin individuale të aty që qeveris një vend.